Kush të ka thonë se sa ma shumë ki, ma i lumturi? Kush të ka thonë? Në është e mundshme, veç kallëzojmë kush të ka thonë. Kush të ka mësu ty se sa ma i lodh dunja, ma i lumtur? Kush të ka thonë? Kush të ka mësu kështu? Që ka betohet Allahu xhallahu për me thy këtë vedije, domthonjë të çorientuar, të deformuar. Kush të ka thonë? Unë s'kam thonë. A ka premtuar Allahu diku në Kur'an se sa më i pasën që je, sa më autoritet që je, sa më shumë dunia që ke, te Allah më i dashur je. A të ka thonë çfarë Allahu? Jo, e ka thonë të kundërtën. A të ka premtuar Allahu në Kur'an se sa më shumë begati dhe mirësi ke, çaq më i lumtur je. A të ka premtuar Allahu? Jo, s'ka. Kush të ka thonë? Kush të ka thonë atë? Ka thonë shejtani. Shejtani të ka thonë. Andaj ti ke rënë grasë shejtanit. Ato që Allah e ka sill mjet për diçka, ti fatkeqësisht e ke deformu në diçka tjetër. E çka na ka premtuar Allah, inma tu'aduna la sadiq. Ato çka Allah ka premtuar qartë e sakta. Çka na ka premtuar Allahu te barekuhu teala? Allah ka premtuar se ai që i bin te Allahu te barekuhu teala, zemra e tij dhe gjuksi zgjerohet. Ai ka premtuar Allahu te barekuhu teala se kush i shmanget udhëzimit të Allahut, do të ketë një jetë të ngushtë. Allah ka premtuar. Allahu ka premtuar se nuk do të jenë të barabartë bëmirësit dhe keqbërësit. S'do të jenë barabartë. Allahu ka premtuar se jeta e një njeri që fiton për të adhuruar Allahun dhe për t'i dhënë të tjerëve, nuk është si jeta e atij që fiton për vetvete, për të mohuar Allahun dhe për të mohuar të drejtë që e kanë të tjerë të pasur ti. S'janë të njëjta. S'janë të njëjta këta për. Andaj që kjo është Allah që ka premtuar pas parë. Allah na ka premtuar se kush jep, ja shufishon pasurinë. Kush jep Allah bereqet. Që ti ka premtuar Allahu te bardh në raport me rrezikun, dhe sadik, janë të vërteta. Janë sakta. Prandaj merre furnizimin dhe përzihe me premtimet dhe pastaj funksionon në bazë të këtij rezultati që të jap furnizimi dhe premtimi Allahu te bareke o taala.